Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, si erdhe. Wie geht's gut? Mir geht's gut. Hajde. Mirë, deri që to, veç që to dy fjallë, ma te për hajde rato jo. Faleminderit shumë. Qështë kemi, mirë? Mirë. Ti me Shqipe një mirë, edhe pse më thanë që ki me siklet, po... Jo mirë, veç ka herën vim pa kohë, deri sa të gjej fjallët. Pa problem, na jemi në gjyrim, kemi kohë sa të du. Okej, super. Kuba, ti në fakt e ke emrin Shkelzen. Shkelzen, po. Para emri shumë fisnik, prej ngarje dhe Kuba. Kuba, wow, kum punu si kamarjer në Gjermani atër, edhe ka një kolege Polonis. Po? Dhe ja të regova e ka me më Shkelzen edhe veç i ka hopë sytë edhe më thamë falë, po s'pëdi që shme thonë Shkelzen. Edhe tha tipi për gjanë djali dojës që e ka emrin Kuba, Jakub. Dhe peqa të krejt Kuba në kathirë, me klienta, me koleget, me punëtor, ta një shoqënia ja ka nisë. Edhe kështu e lash Kuba. A nesër me tira dhe në cërës, ti sogut njejt ajo? Ja, atje e Shkelzen hallo. Atje e Shkelzen. Po, Shkelzen. A shpesh po shkon? Ju më kanë disa vit që nuk ju më kanë heq. Ta shu ba koha apet për më shku. Më ka mor mali. E pëse s'po shkon? Jo, më kanë zonë me punë, me studime, me disa sene. E tash. Sa ma gatë përria që në Gjermani për hetoj edhe ma shumë që po ma donë zemra mu këthy. A ne e këtheho? Duhet. Unë e gjithmonë tëftuarit, po më duket diaspora jone ka pak shumë e siklet se kushdo që vjen për diasporës që jetonë, më thëmë, hajde këthejo, se kom qef krejtë me ju pas to, dhe pse verës nuk po në nëzën, fakt Prishtina o zvoglu, po më duket po e zgjerojmë pak me sheshe deri atje deri këto. Dhe atmosfera këtu ma mirë. E vërtet, po ku ka si vendin tënë, më Kuba? Ska. Kur ka shku familja jote në Gjermani? Një vit para se me lindu në 88-ën. Në 88-ën, që ka din ti për atë periud? Në qëfar rethona kanë dalë ata? Kanë dalë për me na mundësu neve, fëmive jetë më të mirë, më të letë, me shkollim, me mësim, me krejtë. Atëherë u kanë dëqysh vizioni për në Gjermani që mund me arrit diçka atje. Më thëmë ti ke lind atje edhe gjithë shka prej shkollimit, prej mësimit, gjithë shka është po në gjuhën gjermane. Po në shpe po më duket pas keni folë gjuhën Shqipe. Të dyat i kemi folë. Në fillim nga kam mësu shumë, ose nga kanë leju me folë gjermanisht për me pas ma letë në shkollë. Po të një masa ne japet vetë jemi interesu për me mësu gjuhën Shqipe. Se dhe qysh edhe kur të flasë ndjej ma tjetër, se kur flasë gjermanisht. Tinglon bukur, e kemi gjuhë tonën, ma? Ta shumë. Ke thonë që gjuha jote e parë me qemi të gjuhët është muzika. Në qëfar forme? Si? Zdi qysh me thonë gjuha jam e parë është muzika sepse kur kënaj e kam melodien, i kam djenjat, i kam fjallët, i kam me instrumentat, me orkestrimin, është diqysh gjuhë e plotë për mu. Nuk janë vetëm fjallë, po është me shumë mënyra, me shumë faseta, me shumë perspektiva. Publiku ty për herë të parë, ku e ke marrë një vëmendje shumë atë madhe, ka qenë 2019 në këngën magjike, ku e rëmbeve trofeon si Best New Artist, artisti më i mirë i ri. E ke prit, ke pas shpresa, po ke thonë hajde t'ja vetës një shansë t'jem pjesë e një festivali ka shmadhë. Qa shumë në vëqë që pa ta qef më knaqë. Edhe me qatë ide, me qatë mënyrë jëmë shku atje, për skenën të parë, kër jemi kanë në TV Klan, na kam prit te për mirë. Edhe veç tash hajtë shkaj atë të knoj para venit tem, para Shqipnisë Kosovës, edhe të flasë me gjuhën temë Shqip, dhe që ishte knoj Shqip, edhe shkova me o knoqa dhe o knoqa, ma në fund nuk e prita hez që e marrë qmimin, edhe po vlerësoj shumë. A kishe punu shumë gjatë për këngën? Ishe përgadit shumë? Se zgjodhe atë këngë? Qa dhe me thona e këngë për ty? Kujtja ke dediku? Krejt regami. Kënga atëherë, më kujtohet kërë kom shkru jëmë kanë në banesën tem vetëm me pianon edhe pak para se me shkruat këngë jëmë da për ishte dashurës atëherë. Ke qenë kohë gjatë? Qa 7 muaj ju kanë veç jëmë kanë muaj shumë intenziv kështu. Jemi njoftur shumë ma gatë, ma përpara edhe kemi pas lidhje kështu ma herët. Edhe ti u mërzite? U mërzita dhe ditë qyshe niva vetën që s'po di qysh me qita to ndjenja jashtë. Dhe veç nisa me lujtë në piano dhe më dole në fjallët. Nërë anglisht, tani unë gja me qikën e dajs, gisa, të falja. Ndihmoj me përkthy, a? Po, jam një moj tani me përkthy edhe tani kemi gjithë fjallë të manë që i kam për shtatë, që ishë ndjej unë. A reagoj ishe dashura kërë dhe gjej këngën? Po, ka shkru. Ka shkrujt? Ma ka uru atëherë që jëmë kanë të kënga magjike, edhe i thash e shpresoj që gjithë je mirë. Edhe që nuk funksionojmë në dy, po inshallah gjithë mirë. A ju të dy ishte të vedishëm që nuk funksiononi bashka? Edhe më shmë është kjo, kur dy njerëz duhet ndohen, edhe pse kanë mendimet mira, pozitive më njëri tjetrin, po e din që s'shkon. Po, për që ata jo kanë për mu vlenë shumë se ta man që ato fjallë kam rena, që
Kom dëshiru me ka ndryshe, situata ndryshe, po s'ka ba. Qysh ka qenë kënga? E kthejmë pak. A mundesh pak me ma këndu? Po, muj me tha nuk ka ndashni, ka egzistu. Muj me tha kom pas shumë djenja, hala të du. Muj me tha kom pas besim, s'pak ti kom prafu. Edhe që shumë mire e dzin, nuk me kë meritu. Po e veshtroj shtëpin të cilin kemi pas në dy. E kemi hub kontrolën, hub drejtimin e dy. Si kjo zani ytë me lotë si thym, të vujt me ty nuk muj, pa ty nuk muj. Dëshiroj të shndryshe, dëshiroj të shndryshe, kjo është një loj dashni që na prish në dy. Qështu kanë situata? Të këthyjem pak... Gjithë kur e knojmë këthejen... Ke ndjenja akoma? Tregon veç mu, s'na dëgjon të kush. Jo, gjithë kërkush. Jo, kështë. Tash besoj në këtë këngën e re, me cilën një pjesë e këngës magjike, që quhet titullohet Afrohu. Është kjo ndonjë dedikim për dikë, apo? Është dedikim për djalin e dajës familjes që Zotë ka vendosur shumë herët me mort të aj. Edhe ai producenti i këngës i parë që ka shkru këngën, ma ka tregu këngën, ma ka kallzu edhe mendimi i parë jam kur e kom dëgju këngën, u kanë direkt të aj. Me disa fjalë, me disa momente të këngës që më njëherë mu ka kujtu. Vjen shumë keq për humbjen. Qeni i ri? I ri 23 vetë. 23. Po, për qatë kohë që kemi pas offer... Ke qenë ti shumë i lidhën me te? Edhe që më kanë në Gjermani, po na me familje me shumë kështë bashkum, thirë bashkum. Po, sakti. Po, që kohën e parë, s'ku mujtë ma me knua, s'ku mdash me knua, kur ka ndodha ajo, se nuk e kum një mirë vetën me lujt pianos. A gudzoj me të pytë që ka ndodhë? Atër... Mos u detyro? Jo. Mos u detyro nëse s'do me tregu? Ja, mos qima të ma, se halopin për më E di, nuk du të rrim të emocionet e bukra të këngës, që sa do japin emocionet të forta, edhe kjo këngë pas ka një dedikim të fort me një histori tjetër. Qysh janë pritshmëritë tua, po mendon prapa, ja ke vënu syrin ai çmimi të ri në këngë magjike? Atëherë, apet se atëherë veç po kam qef me medalje dhe me prezentu këngën edhe me ja dediku gjalli dajës, edhe mi kujtu njerëz me qatë këngë që koha këto e jona është të saktë dhe qatë njerëz që kemi ofër në këtë botë, të shijojmë kohën bashkë, se nuk i djetë kohë. Pra nuk është që po e bëm për një qmem, ose ma shumë e ke me shiju? Me shiju edhe më knaqë dhe më këthyja pet në atë skenë, se më ka morë male. Me qenë se ti ke qenë atëherë për herë të parë në këngë magjike, besoj e ke përcjellë dhe para se me shku vetë me marë pjesë. Nga ekrani, qështu ka duk prej televizorit? Shumë ndryshe, kur shkuve vetë, taku edhe artista tjerë, a ishin krejt qashtë mirë, sa duken, atë pritën mirë? Dhe mos të artistat e ri, kanë pak me... Po krejt nga kanë prit mirë edhe që u kanë për mu shumë fantastik, për shemëll një artistë nga ka prit te për mirë edhe nga ka një mu neve... Ja bojmë një Fifi, Fifi është zemër. Faleminderit shumë se edhe na që jemi kanë pak të emocionuar, edhe ja qysh nga ka letësu atë momente, nga ka hek stresin edhe nga ka... Se ta hajde bojmë një këngë bashkë? Nuk e dhjetë që vjen. Nuk e dhjetë. Kisha pas shep u këshirëm. Okej, bukur. Po, veç edhe shumë mirë nga kanë pritë, edhe atë që në klan, nga kanë jep shumë mbështetje, nga kanë jep forcë për provat, edhe të qysh shumë mirë, ka shku pe fillimi dhe në fund tepër mirë. Ti ke vendos me këndu në gjuhën Shqipe, po besoj ke shoqëri edhe gjermane edhe të nacionaliteteve tjera atje. Çka po thonë ata për këngën tënde? Edhe a kanë këtë pyetjen, hajde pse s'po bën diçka në gjuhën gjermane, të kuptojmë edhe ne edhe... Po, krejt, tamon mirë ke gjithë. Edhe që s'pi kuptojnë fjallë, pëndjejnë këngën. Se për shembull edhe kënga Afro që ja dedikoj, unë djali dajës, po edhe ajo thuhet për një person që nuk e kam afër. Do me thonë gjithkush që diqysh... Gjenë vetën që mund mu identifiku me atë pjesë këngët. Edhe ata gjermanë për shembull që nuk i kuptojnë fjallët, haljo pëndjejnë ato emocionet. Edhe që ajo vlenë për mu. Po pa tjetër, po ma lypën me knushë anglisht, gjermanisht.
këshirën që vjen. Isha pas qef. Ne kemi plot artistë, djemë me vajza të reja që janë shqiptarë edhe kanë ndërtu karrierën në Gjermani, shpeshherë i bëjmë bashkë këto, shqipen edhe gjuhën gjermane dhe kanë shumë sukses. Po kisha pas edhe qef një këngë për shembull me bë gjermanisht edhe anglisht, ose shqip edhe anglisht, shqip e gjermanisht. Mi kombinu. Pra, nuk është që s'ke ambicie për me urrit edhe në aspektin e audiencës. Qash. Okej, bukur. Di që je aktivist edhe i të drejtave të kafshëve. Fatkeqësisht nuk e di sa ke arrit me pa një lajm në Kosovë sot, po gjithë ti ke asaj se ishte një pamje bizare me thonë. Po, çka të shqetëson? Fiks. Se do isha me hek pamjen prej mendjes. Çka të shqetëson ty kur vjen në Kosovë? Edhe çysh është Gjermania në këtë aspekt? Qyshe Gjermania në këtë aspekt, ka hala shumë punë me ba për me eduku njerës edhe vetën me eduku, me kuptu që është lidhja jame me jetën që kanë kafshat, sante, ose sot, në këtë botë. Se përsoj që na kemi edhe një përgjithsi për kafshave. Se mu që është më kam su, nana atëherë është i forti duhet me mbrojt daptin e jo me shfrizu. Edhe që ato babota ato shfrizu. Edhe për që ata para disa vite, para 4-5 vite, ku mendos që unë ma nuk i ha, as nuk i pi as kur gjë, se është letë. Edhe tani jom dalë me aktivizm në Berlin herë të parë, me mesazhin që se cilë krejmë i Zotit e meriton jetë lirë, edhe drejta të veta. Ke mbajtë njëherë me kafsh? Po, jom ka njëherë një lidhje edhe kemi pas bashkë një qendë vogël, një klish. Okej, e ka marrë ajo? Po, ka marrë apet. Se s'ja merë shëpile qenin me po. Po merë malë edhe ka herë alon andër e sha. Merë malë shumë, po në herë kom pa mas jemi da. Livje ko emnin. Qenin të vogël. Edhe kur jemi da... Po e ditë sa larë, gaj vjen pas te, ja? Vjen larë, po edhe tani kur jemi da apet, kur jemi përshëndet apet për me shku të shpia, e ka lanë një zonë që zemra më ka dhimt. Edhe pe atërës që jemi taku ma se e kom ama që të pas ke gabu, Kuba? Bjan i lëndum 2 herë. Ajo edhe ka ik vetë edhe ka marrë edhe qenushin. Po. Njanën me ndalë, bile. Herë tjetër në asha. Herën tjetër, okej. Ti qofsh. Tha që ke heqë dorë prej mishit komplet. Rëndësin e mishit në shëndetin të organizmit tonë e dim, edhe ti e din. A ke pas vështirë me zavencu edhe me imbulu pak ato mungesat e vitaminave, me zavencu me ushqime tjera? Në fillim po, se nuk e kum ditë atëherë. E tash, në qëto 4-5 vjetë kum pa që edhe produktet janë zhvillu edhe ka produkte shumë të mira, të leta edhe të lira, që i kanë krejt vitaminet, krejt proteinet. Do me thonë që sot është shumë letë. Në fillim u kam pak rënë. Po, për sot, gjatë dhe ta shumë. Shumë. Edhe këshyri vitaminan, proteinat, a i kam krejt në regull. Bukur. Po e orën, se jam krejt në fund, ama unë ty të uroj shumë suksese në Këngë Magjike. Hajde tuje, ta bojmë një manifestim kështu. Cilin që me po do në me marrë këtë vit në Këngë Magjike? Se si dihet, bëhet realitet, e nëse ndodh ashtu, do është marrë në studio. Okej, nëse ndodh ashtu, do të marrë në studio. Hajde, e kemi marrë një artist, qa dojmë tash? Wow, për numër, për çmime heq nuk e komendosë. Çmimin që e vlerëson publiku. Okej, ku ka gjama të bukur që me marrë çmimin e publiku. Ta dëshiroj me gjithë zemër ty. Faleminderit shumë. Edhe fat edhe sukses çdo pjesëmarrësi, që mos dukem sikur po të mbështes veç ty, për të gjithë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, edhe ty gjithashtu gjithë të mirat. Faleminderit. Arber, kemi minutat për ty. Faleminderit shumë, faleminderit miq, takohemi nesër. It's a holiday.